Universiteti Luarasi ka organizuar një trajnim inovativ treditor me mësuesit e shkollave të mesme profesionale shqiptare mbi përdorimin e realitetit virtual në mësimdhënie. Trajnimi u bë në kuadër të projektit Vrin Vet të financuar nga Bashkimi Evropian, duke synuar të përgatisë mësuesit dhe studentët për sfidat e epokës digjitale, përmes krijimit të një ure lidhëse midis arsimit dhe nevojave të tregut të punës, thot drejtori i projekteve me jashtë te Universiteti Luarasi. Me anë të realitetit virtual, neve synojmë që të përmirësojmë modulet dhe kurrikulat mësimore, sidomos në shkollat profesionale të Shqipërisë. Sot ne organizojmë një trajnim në kuadër të këtij projekti. Universiteti Luarasi është gjithmonë i angazhuar në projektet ndërkombëtare për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies në të gjitha nivelet. Për realizimin e këtij trajnimi në Universitetin Luarasi kanë ardhur 2 profesorë nga Universiteti ATL në Ankara, që po ndajnë përvojën e tyre mbi integrimin e teknologjisë së realitetit virtual në arsimin profesional, ndërsa metodologjia synon të rrisë interaktivitetin në mësimdhënie, të përmirësojë aftësitë teknike të mësuesve dhe të sjellë një qasje më moderne në përgatitjen e nxënësve shqiptar për tregun e punës, siç shpjegon Dr. Sajib Toker. So we are here for a European Union project. Jemi këtu për një projekt të BE-s që e quajmë realiteti virtual, në arsimin virtual, dhe qëllimi ynë është ngritja kapaciteteve në Shqipëri. So we come here to the university and we try to train the vocational education. Ndaj kemi ardhur te Universiteti Luarasi për të trajnuar mësuesit e arsimit profesional që të përdorin realitetin virtual. Pra qëllimi është përmirësimi i aftësive për këtë teknologji. This is cutting edge technology in education. Vrin Vet është një projekt ndërkombëtar që ka për qëllim fuqizimin e institucioneve të arsimit profesional përmes teknologjisë dhe inovacionit, ndërsa trajnimi te Universiteti Luarasi mes të tjerash forcon bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e edukimit.